Piloti që shpëtoi 167 persona pas uljes emergjente përballet me padin $1.3 milion. Një pilot i një kompanie ruse ajrore i cili realizoi me sukses një ulje emergjente duke shpëtuar jetën e 167 pasagjerëve dhe anëtarëve të ekipit tashmë rrezikon të paguajë dëmet e avionit. Ngjarja ndodhi në shtator të vitit 2023, kur kapiteni Sergej Belov u drejtua të kryente një ulje emergjente në një fushë pranë një zone pyjore në rajonin e Novosibirskut, pasi avioni nuk arriti të mbërrinte në aeroport për shkak të konsumit të lartë të karburantit. Pavarësisht të rrezikut, të gjithë personat në bord mbijetuan pa lëndime serioze. Fillimisht pilotët u cilësuan si heronj, por më pas u shkarkuan. Sot Belov është bërë i pandeuri kryesor dhe përballet me një padi prej $1.3 milion të ngritur nga vetë kompania ajrore, sipas agjensisë Nesta. Avokatët e tij pretendojnë se vlerësimi i dëmeve është bërë me parregullsi, ndërsa dokumentacioni financiar nuk justifikon shumën e kërkuar. Por çfarë ndodhi gjatë udhëtimit? Në 12 shtator 2023, ekuipazhi raportoi një defekt në sistemin hidraulik gjatë fluturimit nga Soçi drejt Omskut, sipas autoriteteve ruse të aviacionit civil Rosaviatsja. Asnjë pasagjer nuk pati nevojë për ndihmë mjekësore. Kompania ajrore mohoi zërat se kompania nuk ishte në gjendje të mirëmbante flotën për shkak të sanksioneve ndaj Rusisë. Megjithatë, ekspertë aviacionit kanë vënë në dyshim vendin e uljes, duke theksuar se Airbus A320 ka 3 sisteme hidraulike dhe një elektrik rezerv. Piloti Andrei Litvinov deklaroi në gazetën ruse nuk kishte arsye reale për një ulje të tillë, duke shtuar se vendimi mund të kishte rrezikuar jetën e njerëzve në bord dhe në tokë.